Presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump është vendosur në qendër të kritikave të forta nga Human Rights Watch, e cila në raportin e saj të përvitshëm global ka ngritur shqetësimin për një përkeqësim të ndjeshëm të standardeve demokratike në vend. Organizata me seli në New York vlerëson se administrata aktuale ka ndërmarrë hapa që cënojnë shtylla themelore të demokracisë amerikane, përfshirë politika të ashpra ndaj emigrantëve, kufizimet mbi të drejtën e votës dhe dobësimin e mekanizmit të llogaridhënies. Në hyrje të raportit që analizon situatën e të drejtave të njerëzit, më shumë se 100 shtete drejtuese të organizatës i kushtoi një vëmendje të veçantë BAS, duke theksuar se Washingtoni po të rriqet nga roli tradicional si promotor i lirive dhe të drejtave themelore në botë. Sipas tyre, kjo qasje jo vetëm po dëmson demokracinë brenda vendit, por dërgon edhe sinjale negative për arenën ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i Human Rights Watch deklaroi se administrata amerikane po tregon pak interes për të frenuar regjimet autoritare dhe në disa raste po kontribuon indirekt në forcimin e tyre. Ai përmendi vende si Rusia dhe Kina, duke shtuar se qëndrimi i SBA-s po ndihmon në minimimin e përpjekjeve globale për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Sipas tij, lufta për të ardhmen e kulturë të drejtave gjatë vitit 2026 do të jetë veçanërisht e ashpër brenda Shteteve të Bashkuara. Organizata thekson se klima politike në vend është të bërë më armiqësore, ndërsa cilësia e demokracisë po përjeton një rënje të shpejtë. Ky zhvillim, sipas raportit, mund të ketë pasojat për te kufive amerikan, duke ndikuar në balancat globale dhe në mbrojtjen e lirive themelore në vende të tjera. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë reagoi ashpër ndaj raportit, duke i hedhur poshtë akuzat dhe duke cilësuar Human Rights Watch si një organizatë të politizuar. Zëdhënësja Annie Kelly deklaroi se grupi vuan nga ajo që i quajti sindroma e çrregullimit të Trump dhe ka sulmuar presidentin edhe para marrjes së detyrës. Sipas administratës amerikane, Trump e ka ndërmarrë hapa konkrete në mbrojtje të drejtave të njerëzit, duke përmendur përfundimin e konflikteve të armatosura, mbrojtjen e lirisë fetare dhe reformat e brendshme qeveritare. Pashtu theksua se organizata ka marrë në të kaluarën mbështetje financiare nga fondacione të lidhura me donatorë demokratik, çka sipas tyre vën në dyshim panshpërinë e raportit. Debati mes qeverisë amerikane dhe organizatave të drejtave të njerëzit pritet të vijojë, ndërsa raporti Human Rights Watch shton presion ndërkombëtar për mënyrën se si administrata Trump po menaxhon standardet demokratike brenda dhe jashtë shtetit.